Zëri i heshtjes, episodi 4, balada e shpirtit të lodhur. Në jetën time dhe ndoshta edhe në tënden ka pasur momente kur gjithçka dukej si një stuhi. Njerëz të shumtë përreth, zhurmë nga çdo anë, kërkesa, pritje e asnjë vend për të qenë thjesht në paqe. Por mes gjithë kësaj zhurme, fillova të ndiej një lloj lodhjeje që nuk vinte nga puna apo nga orët e gjata. Ishte një lodhje që vinte nga thellësia e shpirtit, si një qetësi e sforcuar që mbulon plagët e padukshme. Ky është fillimi i baladës së atyre që ecin përpara por me një zemër të rënduar. Nuk janë njerëzit që të tregojnë lodhjen e tyre. Janë ata që buzëqeshin, por shpirti i tyre qan pa zë. Janë ata që kanë mësuar të qëndrojnë në këmbë edhe kur brenda vetes ndihen të gjunjëzuar. Njerëzit që jetojnë këtë lodhje të heshtur janë ndoshta më të fortët prej nesh. Sepse ata nuk kanë luksin të ndalen. Ata nuk kanë ku të ankohen, ku të qajnë, ku të rrëfehen. Janë kthyer në streh për të tjerët, por nuk kanë më streh për veten. Shpirti i tyre është bërë si një raft ku vendosen dhimbjet e të tjerëve dhe pak nga pak ata harrojnë ku i lanë dhimbjet e tyre. Kanë buzëqeshjen si armaturë, por sytë i kanë të thellë, si të një njeriu që ka parë më shumë se ç'duhet. Ata dëgjojnë gjithmonë. Por kur vetë duan të flasin, nuk dinë nga të fillojnë. Sepse nuk janë mësuar të dëgjohen. Dhe kështu, çdo natë marrin frym thellë, hedhin një vështrim nga tavani i errët dhe i thon vetes, edhe këtë natë e mbajta. Jo me zhurmë, por me heshtje. Jo me forcë fizike, por me durim të heshtur. Metafora e heshtur, e ke parë ndonjëherë detin në një ditë të qetë? Si duket i butë, i heshtur, i shtruar. Por nën sipërfaqe lëvizin rryma të fuqishme që nuk duken. Ashtu është dhe një shpirt i lodhur. Ai nuk bërtet, nuk tërheq vëmendjen, nuk dramatizon. Por brenda vetes ndodh një luftë, një përballje me kujtime, zhgënjime dhe pyetje pa përgjigje. Në heshtjen e tyre, ata thërrasin për kuptim. Jo për zgjidhje të menjëhershme, por për një dritë të vogël që t'u thotë, je parë. Je kuptuar. Je i vlefshëm. Kjo është fuqia e heshtjes së thellë. Ajo nuk ka nevojë të zhurmojë për të prekur. Ajo të trondit me butësinë e saj. Forca e butë e pranimit, të pranosh që je i lodhur është një akt guximi që kërkon më shumë forcë se sa të shtirësh forcën. Kërkon dëshmëri me veten. Kërkon një lloj dashurie për shpirtin tënd që shpesh e lëm pas dore në emër të detyrës, të kujdesit për të tjerët, të sakrificave pafund. Kur dikush thotë, po, jam i lodhur, nuk po kërkon mëshirë. Po shpëton veten. Sepse shpesh, më shumë se sa ndihmë, na duhet leje për të pushuar, për të mos qenë perfekt, për të mos u sforcuar çdo ditë. Dhe pikërisht aty fillon shërimi. Aty fillon një zëri, jo zëri që bërtet, por ai që përqafon veten në heshtje. Nëse ti që po dëgjon je një prej këtyre njerëzve. Nëse je lodhur në shpirt, nëse ndihesh i padukshëm, i pas. Dua ta dish këtë, nuk je vetëm. Ka një bukuri të rrallë te njerëzit që janë të thellë, që ndjejnë shumë, që nuk flasin shpesh. Por që gjithsesi janë të pranishëm me gjithçka që janë, dhe nëse askush tjetër nuk ta ka thënë, ti je i mrekullueshëm edhe në lodhjen tënde. Ti je i vlefshëm, edhe kur nuk ndihesh i tillë. Zëri yt, edhe kur nuk dëgjohet, ka peshë. Sepse është zëri i shpirtit tënd. Zëri i heshtjes. Balada jote. Balada e shpirtit të lodhur.